Po, fillimisht është lajm shumë i mirë që institucionet u krijuan lehtësisht, pra pa pengesa ose pa ngërçe në mes partive politike dhe rrjedhimisht mundemi me provu me e zon hapin me atë çka kemi mbetë mrapa për gjatë këtij një viti. Dhe natyrisht e dim që kanë qenë qensore të miratohen ose të ratifikohen marrëveshjet cilat parashihen pra që të kryhen me njëherë në fillim dhe natyrisht buxheti i Republikës me që kemi pas afat vetëm deri në fund të këtij muaji. Konsideroj që qeveria e Republikës duhet t'i ketë parasysh në shumicën e fushave cilat edhe veç se ka fillu procese reformuese të kaluarën që të njëjtat të vazhdojnë. Sa i përket dialogut me Serbinë, i cili ka me qenë dhe ka marrë pra si një kërkesë prej BE-s që të rifillojë dialogu, është shumë e rëndësishme që qeveria së bashku me gjithë spektrin politik, pra me një konsultim të gjerë, të krijojë një platformë për dialogun, e cila do të ishte e pranueshme, pra të kishte konsensus të gjerë politik në vend, sepse në këtë fazë që jemi, natyrisht do të synohet që të shkohet me një marrëveshje përfundimtare dhe në këtë drejtim ne gjithmonë kemi konsideruar që duhet të ekzistojë një platformë e cila do të ketë pranueshmëri të gjerë politike. Sa i përket aspekteve tjera që lidhen me politikën e jashtme, është shumë e rëndësishme që Kosova të intensifikojë përpjekjet për të rregulluar raportet dhe për të parafruar raportet me vendet mosnjose, në mënyrë që në rast të një marrëveshje eventuale përfundimtare me Serbinë, të kemi njohje të menjëhershme nga këto 5 vende, ashtu siç edhe realisht lidhet njohja me këtë proces. Dhe gjithashtu të intensifikohen përpjekjet në rrafshin ndërkombëtar për njohje të reja dhe për konsolidim të plot të raporteve të Kosovës me miqtë edhe aleatë të saj ndërkombëtar. Me që në të kaluarën, pra në qeverinë Kurti 2, ka pasur shumë shpesh përkime në mes qeverisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Sa i përket sundimit ligjit, është shumë e rëndësishme që disa procese reformuese të cilat kanë filluar, përfshirë vettingun, byron për konfisimin e aseteve të paligjshme dhe procese tjera që lidhen me sundimin e ligjit, të rishikohet plotësisht qasja dhe kudo që ka pas ngjecje apo ngërçe të eliminohen dhe një reformë kaq e rëndësishme për Kosovën të mund të ecë përpara. Dhe gjithashtu të qohen përpara gjitha detyrimet të cilat kanë dalë nga marrëveshja apo deklarata e përbashkët mes qeverisë dhe institucioneve të sundimit ligjit në Kosovë. Sa i përket reformës së administratës publike, po ashtu e kemi një proces reformues në proces, ose që është duke u zhvilluar. Ne konsiderojmë që në këtë mandat qeveria të jetë shumë e kujdesshme dhe reforma të jetë në linjë me parimet e Sigmas apo me parimet edhe praktikat për një administratë shtetërore profesionale dhe transparente dhe llogaridhënëse. Po ashtu është shumë e rëndësishme që në këtë mandat qeveria të ketë bashkëpunim të plotë dhe të mirëfillt me shoqërinë civile, sepse në qeverinë e kaluar shumë shpesh shoqëria civile nuk është përfshirë në mënyrë proaktive dhe gjithashtu përfshirja nuk ka qenë e plotë, nëse mund të them, por ndonjëherë është bërë veç sa për të thënë që është konsultues shoqëria civile. Ne shumë shpesh kemi reaguar në shumë projekt ligje duke në një farë mënyrë theksuar që mund të ketë probleme me kushtetueshmëri, mirë po të njëjtat shumë shpesh janë injoruar, por që gjykata kushtetuese shumë shpesh ka provuar që kemi pasur të drejtë. Rrjedhimisht konsideroj që shoqëria civile duhet të jetë partner shumë i rëndësishëm i kësaj qeverie dhe të ketë dyert të hapura si në monitorim të politikave, të ligjeve dhe në përgjithësi të komentojmë mbi mbarvajtjen e punës së kësaj qeverie, sepse konsideroj vetëm në atë mënyrë mund të ruajmë një procesin demokratizues në vend. Sa i përket ekonomisë, konsideroj që kjo qeveri duhet të mendoj për politikat cilat targetojnë inflacionin, i cili ka shku vetëm duke u rritur, dhe gjithashtu të mendohet se si mund të bëhet më atraktive klima e biznesit në Kosovë, sepse ngërçi politik, kriza politike në vend e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës në sytë e investitorëve të huaj dhe nuk është që kemi parë shumë investitorë të huaj viteve të fundit në Kosovë, përderisa vendet e rajonit kanë shku duke u bërë më atraktive dhe më atraktive për investitorë të huaj dhe në këtë drejtim konsideroj që Kosova duhet zër hapin dhe të forcohet në krijimin e një imazhi dhe një atraktiviteti më të madh karshi investitorëve të huaj. Buxheti natyrisht duhet të rishikohet në mënyrë që të reflektojë numrin e rritur të ministrive. Nuk e di në qoftë se
Kryeministri Kurti së bashku me kabinetin e tij ka bërë një analizë paraprake sepse është e nevojshme, sepse ne kemi pa që kur ka ardhur qeveria Kurti ne, ka ardhur me një inovacion, nëse mund të them, që ka qenë shkurtimi i ministrive dhe eliminimi i dikasterëve të cilat mund të ishin shumë lehtë vendosura në një dikaster tjetër, pra të bashkueshin, dhe pas kësaj eksperiencë pra me qeverinë me një mandat plot, unë do të isha shumë kurioztare di se pse Kurti 3 tashmë vjen me një zgjerim të dikasterave. Dhe mendojmë që e njëjta do duhet gjithmonë të mbështeten në një analizë dhe në rezultate cilat do të kishin qenë te kërkesa për zgjerim të ministrive dhe jo për akomodim të figurave të partisë në pozita të rëndësishme qeveritare.